A e dini se vetëm 7% e femrave me kancer të gjirit kanë pasur faktor gjenetik? Pjesa më e madhe preken nga kjo sëmundje për shkak të ndrydhjes emocionale që e kanë pasur gjatë jetës. Dr. Gabor Mate thotë se njerëzit të cilët i shoh me kancer e kanë shumë të vështirë të thënë jo dhe të shprehin zemrimin. Hormonet femrore janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj gjendjeve psikologjike të femrave dhe streseve në jetën e tyre. Por çfarë është kanceri i gjirit dhe si ndodh kjo? Kanceri i gjirit fillon kur qelizat brenda gjirit fillojnë të rriten jashtë kontrollit. Shumica fillojnë në kanalet e qumshtit ose në lobulat dhe me kalimin e kohës ato mund të rriten në indet e afërta. Në disa raste kanceri mund të shpërndahet në nyjet limfatike ose në pjesët e tjera të trupit. Shenjat më të shpeshta të këtij kanceri janë një gung në gjë, ndryshimi në formë, gropëzime nëpër lëkurë apo nxjerrje e sekrecionit nga gjiri, por ndonjëherë nuk ka simptoma në fazat e hershme. Për atë, mamografia është e rëndësishme që ndihmon të kapet kanceri, kur është edhe më i lehtë trajtimi i tij. Trajtimi varet nga faza në të cilën është kanceri dhe nga lloji i tij, dhe pastaj duhet të dimë a nevojitet operim, rezatim, kimoterapi apo edhe terapi hormonale. Sa më herët që e zbulojmë, aq më i lehtë është shërimi. Kanceri i gjirit din të jetë shumë serioz, por edhe i shërueshëm nëse kapet në kohë.